Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot për agjërosin ka dy gëzime: kur çel iftarin dhe kur takon Allahun azza wa jalla në ditën e ringjalljes. Në momentin që ulesh në tryezën e iftarit, krijohet një lloj atmosfere e përshpirtshme, e cila nuk përshkruhet dot me fjalë. Fillon dhe gjën të nevojshme që ti drejtosh disa lutje Allahut subhanahu wa taala, lutje të cilat të dalin nga shpirti yt në atë moment. Ti nuk e ke dëgjuar më para të lutje. Thjesht e ndjen të nevojshme. Aty fillojnë të rrjedhin lot nga syt. Kjo sepse Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur prej teje dhe është i kënaqur prej agjërimit tënd. Ti ke ardhur në ditë e gjatë, e lodhshme, të ka shkaktuar etje, uri, por me gjithë këtë ke dashur që të vazhdosh agjërimin për të fituar kënaqësinë e Allahut azza wa jall, i cili ta jep ty pikërisht në këtë botë si fillim përpara se të shkosh në botën tjetër. Është ajo që thot Zoti në Kur'anin Fisnik: radiyallahu anhum wa radu anhu. Ai, Allahu subhanahu wa taala, është i kënaqur për tyre, për agjërimet e tyre, për veprat e tyre të mira, dhe ata janë të kënaqur për Zotin e tyre sepse vetëm tek ai e duan shpërblimin dhe vetëm tek ai kërkojnë kënaqësinë. Ndërsa në botën tjetër, kur të ringjallemi, besimtari, agjëruesi do ta gjejë shpërblimin dhe do ta gjejë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, një lloj lumturie tjetër e papërshkrueshme dot. Nuk mund të imagjinohet dhe nuk mund të fantazohet dot. Kjo sepse bota tjetër është bota e shpërblimit, bota e paqes, bota e lumturisë së përjetshme, e cila nuk ka kufi. Ti ke ardhur në një botë, nga bota e dynjas, e cila ka shumë sfida, ka shumë problematika. Ti ke privuar veten tënde, ke disiplinuar veten, ke frenuar veten tënde nga të gjitha ato akte dhe veprimet të cilat të largojnë nga kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Je munduar që të jesh besnik Zotit të madhërisëm, ke falur namazin, ke agjëruar Ramazanin, ke bërë dhikr, ke bërë vepra të mira, ke lexuar Kur'anin, ke ndihmuar të tjerët, ke disiplinuar veten, ke krijuar një raport miqësor me Zotin dhe me krijesat. Dhe pikërisht për këtë, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur që të shpërblej ty në ditën e gjykimit, dhe sidomos për agjërimin tënd, i cili qarkullon nga stina në stinë, i cili mund të jetë shumë i gjatë në ditët e thata, ditët e nxehta të verës. Dhe pikërisht ke për të hyrë në një derë për të shkuar në xhenet, derë e cila quhet Rayyan, është dera e agjëruesve. Dhe posa hyn në atë derë të gjithë agjëruesit, ajo mbyllet dhe nuk hyn askush tjetër veç tyre. Agjëro me përkushtim, sepse çdo moment që e kalon me Allahun subhanahu wa taala, ndërkohë që je i agjërueshëm, me të vërtet do ta gjesh kënaqësinë në momentin që do të çelësh iftarin, dhe më pas kur të takosh Allahun subhanahu wa taala, do të marrësh nga kënaqësia e Zotit një kënaqësi e cila është e papërshkrueshme. Ky është një përgëzim shumë i madh që na jep pejgamberi alayhi salatu wasalam, kështu që e lut Allahun subhanahu wa taala që të kënaqë zemrat tona me kënaqësinë e Zotit dhe të na japi nga shpërblimet e tij në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.